Sekretet në hard disk tregim nga Andi Zeneli. Ëndra e keqe. Skena 1, zyra e drejtorit të përgjithshëm, policia e shtetit. Ilir Proda shikoi dokumentet e përhapura në tryez, por syt i vinin vazhdimisht tek vija e zbrazët në telefonin e tij të sekuestruar. Pa u ndier, dera u hap. Ervina Gjana, hyn me një kafe në dorë, ke kërkuar për mua, drejtor? Ilir Proda, ngre syt i lodhur, mos u ul Ervina. Është mbyllur dera? Ervina Gjana, e mbyll butësisht duke u ul sigurisht, duke shqetësuar. Për çështjen e sekuestrimeve? Proda buzëqeshi të hidhur. Ilir Proda, çështja? Ervina spakja po të heton për tradhti. Më kanë marrë edhe mua telefonin. Edhe ti mban në dorë të gjitha sekretet tona të Interpolit, të FBI-s. Ervina Gjana, pi një glënik kafeje pa humbur qetësinë, janë akuzimet e tyre. Unë jam një zyrtare e përkushtuar. Ti e di shumë mirë këtë. Ata duan të rrëmbejnë kontrollin e sektorit kibernetik. Ilir Proda, duke bërë balë asaj dhe incidenti i hard diskut në 2014, dhe raportet se Agasi din për çdo aksion para se të ndodhë, Ervina Gjana, vë kafen poshtë me një tingull të qartë, ato janë të kaluara. U mbyllën, dhe informacionet rrjedhin nga shumë burime. Unë administroj, nuk i rrjedh. E shikon atë drejt në sy, ti më ke mbështetur gjithmonë. Edhe tani, unë vlerësoj besimin tënd. Proda u largua nga tavolina duke shikuar nga dritarja në errësirën e qytetit. Një telefonat e papritur e ktheu atë. Ilir Proda, në telefon duke ulur zërin, po, zoti kryeministër. Kuptoj, por spaku. Po, do ta menaxhoj. Mirë, do ju lajmëroj se shpejti për përfundimin. Ai vuri telefonin duke i se kishte humbur çfarëdo lufte. Ilir Proda, pa u kthyer, vazhdo me punën tënde. Komisioni për emërimet e shefave të reja të komisariateve duhet të përfundoj këtë javë. Ervina Gjana, ngrihet buzëqeshje e lehtë si pickim mushkonje. Si urdhëron? Më beso, do ta shqyrtoj, gjithçka është nën kontroll. Skena 2, një dhomë mbyllur e takimeve SPAK. Disa ditë më vonë, hetuesi shkëmbi rregullonte dosjet. Përballë tij ishte E. Miller nga EB me një shprehje të fortë. E. Miller, në anglisht me përkthyesin e diellës, nuk mund ta kuptoj. Ervina Gjana ka akses të plot në kanalet tona të sigurta të komunikimit, ndërsa është në hetim aktual për t'ia dorëzuar ato informacione krimit të organizuar. Kjo është një kërcënim i drejt për drejt për operacionet tona të përbashkëta. E shkëmbi, i qetë por i përqendruar, e kuptoj shqetësimin tuaj, zoti Miller. Ne kemi prova të forta, por procedurat ligjore. E. Miller, e ndërpret procedurat? Hard diskun e klasifikuar e ka vjedhur një njeri i brendshëm në 2014. Dhe tani është drejtoresha e krimit kibernetik? Kush e bëri këtë lëvizje? E shkëmbi, hektë hetimi ynë është gjithëpërfshirës, po ndjekim të gjitha fijet deri në nivelet më të larta. Edhe drejtorin e përgjithshëm Ilir Proda e kemi nën shikim. E. Miller, tun kokën i zhgënjur, ky nuk është thjesht një problem policor. Kur sekretet e FBI-s dhe të DEA-s mund të shiten në tregun e errët, bëhet çështje sigurie kombëtare për të dyja shtetet tona. Presioni do të rritet. Duhet veprim. Skena 3, korridori i zyrës së drejtorisë së antikrimit kibernetik. Mëngjesi pas vendimit të gjykatës. Ervina Gjana kaloi me këmbë të shpejta, të shoqëruar nga një avokat. Punonjësit heshnin kur ajo kalonte. Një nga kolegët e rinj i guximshëm u afrua. Kolegu, duke u përpoq të jetë zyrtar zonja drejtore, a keni ndonjë koment për vendimin e gjykatës për sekuestrimin? Ervina Gjana, ndalon e kthen kokën ngadalë, gjykata thjesht la në fuqi një mas provë. Nuk është një dënim. Buzëqeshja e saj ishte e ftohtë, puna jon vazhdon. Siguria kibernetike e vendit nuk mund të ndalet për shkak të thashethemeve. Unë jam ende këtu. Ajo hyri në zyrën e saj duke mbyllur derën. Në tavolinë në një kënd kishte një foto të vjetër të saj nga viti 2014, kur ishte thjesht specialiste. U ul dhe e hapi një skedar në kompjuter duke shtypur me gishta të sigurt. Një dritë e zbet nga ekrani i ndriçonte fytyrën duke lënë në errësirë pyetjen. Për kë po punonte me të vërtet ajo tani, ndërsa titulli i saj zyrtar vazhdonte të shkëlqente në derë. Drejtoresha e antikrimit kibernetik, një titull që tingëllonte si një tallje e rrezikshme në korridoret e pushtetit.